Të nderuar qytetarë të Prishtinës, të dashur banor të Dardanisë, është ndër e kënaqësi të vi në këtë lagje e cila është zemra e historisë urbane të kryeqytetit tonë. Kjo është një lagje në të cilën edhe vetë kam banuar për afër një dekadë, te Santeja dhe të Krojbardh, dhe besoj që të gjithë pajtohemi se vedia jonë mbi Prishtinën urbane, mbi rinin, është aq shumë e lidhur pikërisht me lagjen Dardania. Dhe ku ka më mirë se të themi që ashtu qysh Prishtina është në Dardani, si kryeqyteti Dardanisë, edhe Dardania është në Prishtinë, si kryeqendër urbane e këtij kryeqyteti të Republikës. Dhe se Prishtina është kryeqyteti i Dardanisë, jo thjesht i Republikës Kosovës, na u dëshmua së fundmi pikërisht gjatë mandatit të ministrit të kulturës Hajrullah Qeku, i cili me ekipin e arkeologëve shqiptar nga Kosova dhe francez nga École Normale Supérieure në qytetin antike Ulpiana e zbuloi mbishkrimin Dardania të perandorit Justinian si dhuratë e një tempulli për gruan e tij Teodorën nga shekulli i 6. Dardania është jo vetëm një lagje banimi, Dardania është identitet, është shembull i modernizimit Prishtinës në vitet e 60-ta e 70-ta, por është njëkohësisht edhe hapësira ku sot rritën gjeneratat e reja, ku bashkjeton energjia e brezave të ndryshëm dhe ku pulson fryma e qytetit. Dardania është krenaria e kryeqytetit, kushdo që flet për Prishtinën e ka parasysh këtë lagje si simbol i fortë i saj. Por dashur qytetar, siç e shohim gjithë dhe siç e përjetojmë çdo ditë, kjo Prishtinë që kemi sot nuk është ajo ku ne meritojmë të jetojmë. Na takon shumë më tepër, meritojmë shumë më mirë. Në vend të një qyteti funksional, kemi tash një qytet të lodhur nga kaosi, nga mungesa e planifikimit dhe nga vendimarrja pa vizion. Shumë lagje, përfshirë edhe Dardaninë tonë, e kemi të lënë në harres nga pushteti lokal. Në vend të projekteve konkrete, të dobishme, kemi parë improvizime dhe fjalë të mëdha që nuk kanë sjellë rezultate. Para 4 vitesh, qytetarëve ju dhanë premtime të shumta dhe renderat bukur. Sot, 4 vite më vonë, realiteti mbetet i njëjtë. Një Prishtinë e ngesur, e mbytur në mbeturina, me lagjet harruara e pa shërbime, me ndërtime pa plan e hapësira publike të uzurpuara, me vendime veprimi jo ligjore, me nepotizëm në punësime e klientelizëm në kontrata. Tani përsëri në forma të ndryshme, por me përmbajtje të njëjtë, qytetarëve të Prishtinës po u serviren premtimet e vjetra nga po të njëjtat të vjetër. E ne kemi nevojë për diçka të re. E ajo që është e re, është numri i lëvizjes vetëvendosje 105 dhe kandidati ynë kryetar Hajrullah Qeku. Në këtë 4 vjeçarin që po përfundon e kurse si do ta lejojmë të na përsëritet, ato të tjerët, dikush më pak, dikush më gjatë, herë ndaraz e më shumë bashkë, e kishin mundësinë e tyre për Prishtinën. Por çfarë bën ata? Ata dështuan. Ata e dështuan Prishtinën. Se për që e dështuan veten,
nuk ka ndonjë kosto për neve, po për që dështuan Prishtinën, kemi kosto jo thjesht të gjithë, po secili prej nesh, çdo familje e kryeqytetit. Ata dështuan se Prishtina nuk ka më kohë tash e as durim me ta për eksperimente të dështuara, aventura të rrezikshme. Prishtina tashmë e ka një shans të artë e ky shans quhet Hajrullah Qeku. Hajrullah Qeku është njeriu i cili e njeh Prishtinën më mirë se kushdo, është njeriu i punës konkrete dhe i rezultateve të prekshme. Ju e keni parë se Hajrullahu e njeh kryeqytetin, por në të njëjtën kohë vazhdon ta studiojë atë, sepse e ka qytetarin në mendje dhe për shkak se e ka shërbimin në zemër. Hajrullahu si deputet i Republikës, si ministër i qeverisë, çdo punë që e merr e krye me përkushtim dhe e çon deri në fund. E ata tjerë kanë fjalë të mëdha e punë qysh të vinë. Duhet të flasësh për qytetarin, me qytetarin, dhe të punosh vetë i pari, e ta kesh organizatën që të mbështet, e në këtë rast nuk është vetëm organizata e lëvizjes, po edhe qeveria e Republikës që kërkesat e projektet e Hajrullah Qekut i merr si obligim me përgjegjësi dhe i zbaton të gjitha ato me njëherë e një nga një. Sepse si kryeministri i Republikës, duhet një kryetar i kryeqytetit me të cilin mund të bashkëpunojë. Me këtë kryetarin aktual, edhe në ditë që është kryetar, nuk ka mundur të bashkëpunojë, sepse ai ka ankesa e nuk ka kërkesa. Ai është një kryetar i cili në vend se të bashkëpunojë me qeverinë, e përdor komunën si platformë për rivalitet politik e opozitarizëm ndërpartijak. Komuna nuk është vendi ku bëhet opozitarizmi. Qeveria dhe komuna duhet të bashkëpunojnë. As 1/3 e buxhetit Prishtinës nuk e siguron komuna nga tyrat vetanake. Bashkëpunimi është i domosdoshëm për hir të qytetarit. Dhe përveç se s'ka pas bashkëpunim, ka pas edhe dëmtim. Ka edhe borxhe, ka edhe mbrapshti e dëme, përveç se nuk ka dobi e frute. Prandaj, në këtë situatë në të cilën ndodhemi, është e domosdoshme ta kemi një kryetar të komunës, i cili në kryeqytet e parasheh banimin e përballueshëm dhe social. Banimin e përballueshëm për çiftet reja e atë social për familjet nevojë. Na nevojitet një kryetar i kryeqytetit që e kupton që kompetenca kryesore që ka, në fakt është arsimi. Arsimi në Kosovë është i decentralizuar. Ministri Arbrien Agavci na tregon këtë më së miri. Në njërin anë kemi decentralizimin në për komunat arsimit, e në anën tjetër kemi autonominë e universitetit. Kryetari i komunës duhet të angazhohet maksimalisht për shkollim, për edukim, duke filluar nga qerdhet. Pa e dini çfarë, në 4 vjeçarin e kaluar, asnjë qerdhe e re e Republikës anime me doktor Qemal Aliun 5 qerdhe të reja, merrni me mend. Merrni me mend çka do të thotë kryetar kryeqyteti. 4 vjet asnjë qerdhe, Qemal Aliu e ka gjetë 1 qerdhe në shtime, i ka bërë 6.
Shpejti Mbulliqi, mllatë në Podujev, e ka gjetë 1 qerë dhe i ka bom 9, tash pe i premton edhe 14. Kjo tregon kur ka vullnet kryetari, sa puna mund të bëhet. Po kur i mungon vullneti kryetarit, ai më nuk është kryetari. Kryetari pa vullnet nuk është kryetari. Kjo është sikur ajo fjala anekdotike e popullit që thanë këngëtar është, thanë, po nuk kënën. Qysh këngëtar është e nuk kënën. Nëse s'kënën s'është këngëtar. Pra kryetari pa vullnet nuk është kryetar. Po ne kemi vullnetin tonë. Për një kandidat që pa vullnet më po kryetar, e që do t'jetë kryetar i kryeqytetit me vullnet, Hajrullah Qeku. Hajrullah Qeku, si që pat, nuk flet për improvizime, kamuflime, po për një vizion me program e projekte që kthen qytetin tonë model zhvillimit urban. Ky vizion nuk është vetëm i Hajrës, ky vizion është i të gjithë neve. Ky është vizioni i lëvizjes vetëvendosje dhe Hajrullah Qekun e kemi për herë midis nesh e në balë të kësaj gare, rezultatin e së cilës do ta vullosni ju me votën tuaj në vendvotimet anëmban kryeqytetit e posaçërisht këtu në Dardani të dielën e 12 tetorit, atëherë kur parafërsisht në këtë kohë, pas numërimit të rezultateve, të gjithë bashkë jemi duke festuar fitoren tonë për bashkë. Kjo garë ka nevojë për të gjithë juve bashkë, për secilin e secilin, për t'ja kthyer dinjitetin Prishtinës, për t'ja kthyer zhvillimin ekonomisë kryeqytetit dhe njëkohësisht për ta sjell barazin midis qytetarëve të kryeqytetit. Të dashur qytetar, këto zgjedhjet 12 tetorit nuk janë thjesht vetëm votim për një kryetar, ato janë referendum për të ardhmen e kryeqytetit. Referendum për të ardhmen e kryeqytetit. Referendumi fitohet me vullnetin e qytetarëve që guxojnë, me vullnetin e qytetarëve që dinë, me vullnetin e qytetarëve që duan, e të tillë janë votuesit e vetëvendosjes dhe mbështetësit e vetëvendosjes që kësaj radhe e kanë kandidatin e shkëlqyer më të mirën në këtë shekull që prej çlirimit në kryeqytet Hajrullah Qeku. Zgjedhja është e qartë sepse zgjidhja është e qartë. Ose për Prishtinën e stagnimit, e privatizimeve, e të korrupsionit, ose për Prishtinën e zhvillimit të barazisë e të funksionimit. Përgjigjja është e qartë, ne që duam zgjidhje do të zgjedhim dhe kemi pse zgjedhim sepse e kemi zgjidhjen. Lëvizjen tonë e tuaj vetëvendosje me numër 105, me kryetar Hajrullah Qekun e me kandidatët për asamblenë komunale që ndodhen po ashtu këtu midis jush e para meje e që do t'ja shënojnë shumicën solide kryetarit të ardhshëm Hajrullah Qeku, ashtu që ky vizion me program e projekte kur shndrohet në vendim komune ta ketë legitimitetin e plot me shumicën në kuvendin komunal që përbëhet prej këtyre asamblezëve të ardhshëm nga vetëvendosja, nga partia Buzë, nga alternativa në kryeqytet. Ju bëj thirrje andaj që të mobilizohemi maksimalisht. Prej 18 vjeç deri në 88, 98, 100, 105.
Pra mobilizim maksimal për dalje masive, për fitore masive, për Hajrullah Qekun, kryetar dhe për fitoren e udhëheqjen e lëvizjes vetëvendose. Përmes jush, ju bëj thirrje edhe miqve, dashamirëve, shoqeve, shokëve, familjes e farefisit, që ta keni gjithë një në mendje, se secila votë është e vlefshme dhe të gjitha votat janë të barabarta. Ditëve tjera nuk jemi bashkë barabartë, po me 12 tetor për këto zgjedhje, sistemi hapet njësoj për të gjithë, shfrytëzojeni masivisht për fitoren masive të Hajrullah Qekut. Faleminderit shumë për mbështetjen që na keni dhënë në këto 20 vjet. Dhe tash, të dashur qytetarë Dardanis, kush e ka votuar lëvizjen vetëvendosje me 9 shkurt, duhet ta votojë lëvizjen vetëvendosje përsëri me 12 tetor. Kush nuk e ka votuar lëvizjen vetëvendosje me 9 shkurt, duhet ta votojë lëvizjen vetëvendosje me 12 tetor. Kush ka votuar me 9 shkurt, duhet ta votojë Hajrullah Qekun për kryetar të shtetit. Dhe gjithë ata që nuk më kanë votuar mua me 9 shkurt, votojeni Hajrullah Qekun me 12 tetor për kryetar të shtetit. Faleminderit shumë, e mirupafshim në aktivitetin tubime për çdo ditë deri në 12 tetor, kur do ta festojmë fitoren tonë të madhe. Natën e mirë.